Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelin. Shija e anës. Ne, 2, 3, shikues. Gjithë na këndojsh. Dekalimin e ma shumë, po shikues. Dekalimin e deplasim hasmin. Hasmin. Mojze shkanja ime, shikimi yt më gjek si zjarë, pran ljumi që ndrojmë të dy, në zemër kemi një malë. Dhe do ta vendosim ja kështu. O zot, o zot. Pa pra, kështu duhet. Kullash me pire, mrekulli. Shkojmë shikues. Mirëmëngjesi për ty që sa po je zgju. Mirëmëngjesi gjithë shqiptarëve nga anë mba mbota, diaspor, ka do që jeni në rruzullin toksor. Mirë se po takohemi edhe me një epizod tjetër me shijen e anës. Shpresoj që me Ramazan po kaloni mirë, edhe ju ka shku letë. I kam dëgju disa koishi duke më thonë që shumë mirë po kaloj manë se dita e shkurt, perfekt, nuk o nxehtë. Kështu që me shumë knatësi ju ka shku ky Ramazan e me shpresën që edhe recetat e mia të pakta t'ju kenë ndihmuar. Pranvera po afron, bashkë me të edhe fytyra jam po mbushet me buzëqeshje shikues, edhe pse unë pak jam smooth, po prap jam energjike sepse diçka po zihet atje në tenxhere. Jam zgjuar që orën 8 mëngjesit se thash koha e Ramazanit. Në dyqane s'u përgjem produktet dhe mishtoret me mëngjes, po janë shumë të strëmbushur. Edhe në 8:30 mëngjes kam qenë me ble mish tull të viqit, se për ardit stafën kam gatuar një super gulash. Hajde cake, hajde. Ja tapim ka pakun patatet për pire. Po zihen, kam ble patate të reja, edhe na zihen ma shpejt, ndërsa ky është gulashi. Ja, këtë gulash që era po i vjen o zot, ja, e kam zi me orë të tona në minimale, ja kemi edhe gjethe dafine, dhe të tregoj më vonë më tepër këti gulashe, të cilin e kam zirë për 2 orë e gjysë, dalë nga dalë. Mirëmëngjesi edhe njerë për ty që po na ndjek, jemi live në kanalin tonë zyrtar Shija e Anës në YouTube, subscribe, like, follow të gjitha rrjetet tona sociale. Dhe jemi në Klan Kosova, mos ndroni kanalin sepse me të ftuarin kemi shumë për të biseduar. E zbulova pra, sot të Shija e Anës kam kënaqësinë që kam një super artist, edhe pse ka vitet tona që ai ka mungu skenës me arsyet e tij të cilat do të na i tregoj vetë këtu sot. Por unë jam gëzu kur e kom pa në Big Brother, jam gëzu që e kam pa më në fund në ekran, sepse vllaun e tij, Astridin e kam pas disa herë në emisionet e mia dhe bashkë të shaku e kibër vllaun. Majrë be atje në gostivar, po gjibon be atje në gostivar, ta s'pa del për gostivari. Më në fund na erdhi në Prishtinë. Energji shumë pozitive, i ka befasu shumë njerëz dhe qytetar, është pëlqyer shumë. Ka qenë brenda mbi 2 muaj, ka shku viral,
dhe ka shku me një video viral. Pikërisht, kjo video më ka bë që sa po del nga aty, do ta kem tek Shiana se du me i gatu. E Arditin e kish marrë malli shumë për tradicionalen. Sa e ka përmend të lajnin, mishin, si do në hequrësimet e detit shiku, se ka thonë që pjatat kaq e ushqimi kaq. I kom thonë marë sot unë, i kom bledhe pitalk. Për fillimisht ta shojmë këtë video, ju që si keni pa, që ka shku rreth 50.000 shpërndarja. Mbi 50.000 njerëz e kanë shpërnda. Ta shojmë këtë moment. Unë e dy yndyrën, të lejnin, kosin që kaq, në copa e mishit, se në trona, jo se ndër që zdu me kohën evropian, jo në ushime, që kaq ta bin pjatën, sa që kjo, 2 sene mrena, e qka han? La ta njërë shqiptari në e mush me dursun e manë. O, karavirusi në karo! Të ruaj kalorit, të ruaj këtë, kur gjosë ruaj, sa kom shnet, sa kom apetit, kom e ras. A e po të shikus Arditin, unë shumë kom qesh, nuk di sa njerëzve në shoqëni jo kom njësë kështu, edhe kanë qesh dhe ata, ajna kanë drejqë ditën, definitivisht. Edhe me njerë pas ati momenti, i kom shkrua Astritit, vlau ti, dhe i kom thonë, t'lutna, inshallah shkën finale, po nuk shkoj, t'lutëm e du këtu. Veç këm ka dhirë telefon, ta këshyre me konjë jam në vetur, edhe kër e kom pa Arditin. E pyta, që po do me t'gatu, anta, qka dush, bre, qka dush? Thash, jo, qka hante? Gulash. Për Ardit Stafaj, apo Stafajin, Astritin Instagram e ka Stafa, e ndjera nëna muzikantja e madhe shqiptare, Shajndere Bërlajole ka pa Stafaj me jë, ndërsa Arditi me Stafaj. Bashkëm ja bo këtë pytje kur t'na vjen, pse kështu kanë lujt me mbi emrin. Edhe qka do është na me thonë se ketu im hup topi shikus, po pra, jam zgju herët edhe e kam bo gulashin me qëllim në shtëpi, pasi që na merë kohë, thash mbi 2 orë është zi ka dale, do t'ua shpjegoj pas reklamave, për fillimisht dua që t'i përshëndes gjithë këta këtu, që na mbështesin, duke filluar shikues nga Ciaoberto dhe Franke, ju që po renovani shtëpi, edhe do një mendru kuzhinën, e janë në Ciaoberto dhe zgjidheni kuzhinën tuaj të preferuar. Kemi moninin, pontin, skotin, kemi ujin Tepelen nga Argo Grupi, i cili këtë sezona vjen me disa pije ndërta edhe langu i famshëm italian 100% pa shtesë të sheqerit natural me santallin. Mezis po presë edhe njerë thash që t'na vi këtu Arditi, jo vetëm për të folur, por do të këndojmë, do t'jetë një edjel super energjike. Mua ashtu si shpo na vjen edhe pranvera, unë me gëzimin matë po e pres pranverën. Të shojmë se qëfar këngë na ka zgjedh për t'i kënduar sot, sepse ai është një muzikant i disa zhanreve të ndryshme. Unë kam dëshirë që sot ta dëgjoj përveç muzikës lehtë, qytetare, pse jo dhe popullore, Mos e ndroni kanalin, pret se edhe një person e kom. Jana Isupi. Faleminderit Janës shikues për flokët, i thash lidhmi qështu klasik, edhe një grim të lehtë, edhe falenderoj vetëm për veshjen se na u derdh uji. Patatet gati janë gati shikues, gati. Ja, po e minimalizojmë temperaturën ja kështu. Atëherë, faleminderit Jana për grimin, shkoni te Jana edhe zbukuroni, siç më zbukuron ajo mua, edhe pse jam smut, prap kur ma përfundoj grimin thash, o janë të ti veç me arë që shto në ere mu zbukuru edhe disponon personin njeriu. Atëherë, po shkoj me një reklam, jo më shumë, sepse kthehemi sa s'na ka ardhur Arditi për t'ja servuar gulashin. Gulashin tash e kom bo, piren do ta bëjmë bashkë dhe do t'ua shpjegoj procesin e këtij gulashi që gishtat do t'i hanë. Kjo mjafton. Jemi duke pre majdanozin. Kemi ble një tuf të freskët, shqyqyr gjeta.
pitolkën e kemi pre, kam vendos këto, duket bukur. Edhe në fund, kur ta servojmë, gulashin me piren, të vendosim ja kështu pak majdanos, ku do t'jep ngjyrë. Atëherë shikues, sot të këshia anës, për të ftuarin time, çdo të ftuar, çdo të djerë të ftuari që i kam të shianës, i kam super special. Edhe me loqën e shpirtit zemrës gatuaj për ata. Kështu që për arditën jam zgjusot me alarm në orën 8 dhe kom shku me blimish për mja gatu këtë gulash si për loqën e shpirtit zemrës tim. Atëherë, ju të regova, ja po ju të regoj tani prap. Ja si duket ky gulash, se po du mja u shpjegu. Ja, hajde hecim qake, hajde, ja. Ja, pra, janë shkrije dhe qepët. Ky është gulashi. Si e kam gatuar këtë gulash? Ju të regoj tani. Gulashin që kam gatuar sot shikues, kam përdorur gjys kilogram mish tull, mish të viqit. Kam fërguar 3 qep të mëdhaja. Fillimisht, kam marrë tenxherën, kam vendosur gjalp. Arditi ka thonë që e do në të lajnin shumë. është të po, zot zdi. Zdia kanë mi dollë që të pitolë, ka që të këto copa me pjatën e gulashit. Përveç të lynit, kemi edhe vajnë më të mirë italian, ekstra të virgjër, 100%, më i miri në vend, monini. Pra, gjalp, pak vaj monini, 3 qep. Qepët në blender, nuk i kam preto, me thonë janë blu, janë grimcu në blender. Pastaj, kur janë zbut mirë, janë fërgu qepët, kam vendos mishin dhe 2 karota, të cilat i kam preimt. Krip piper të zi dhe spec të kuq, biber të kuq, por, pa tjetër, që kam shtuar edhe 1 lugë gjele nga pestoja e domatës, nga ponti më e mira. Dhe në temperaturë 8 minimale, sepse mund të azini gulashin në ekspres, po unë thash kam shku 8 ka dale e pat, si është trash langu, pa shtesat miellit, sepse dikush e bën qullin me miell dhe ujë, unë i iki. Unë kur s'kom dit me gatu shikus, e bëjsha atë variant ujin me miell që të trashej. Pra, kemi material të tillë të trash pa ashtu mielin, duke u zier dal nga dal krejt kjo, në qoftë se kemi kohë, në qoftë se s'kemi shkojmë me ekspresin. Atëherë, patatet, më duket janë zi, po, edhe patatet janë zi, është momenti ta ndalim shporetin dhe të gatuajmë piren. Do ta shihni se sa kremoze e bën ana piren. Inhalim. Atëherë, patatet na janë zi, thash më herët kam bli patate të reja, sepse edhe zi janë më shpejt, janë më të shishme. Kam vendos një copë gjallë, vetë se qenë ka shkri. Tani do të vendosim pak krip dete, ja kështu, krip detet. Do të shkojmë me pak piper të zi, 1, 2, jo shumë. Do të marrim majdanozin e terur, ja, pak majdanos, ja kështu. Dhe shumësht, do të vendosim pak shumësht, ja kështu. Ja. Dhe koha për mikser. Dikush e shtyp me atë lugën e veçantë që është për pire. Unë kam dëshirë me mikser sepse bëhet super kremoze, do ta shihni tani. Shikoj si që po e shihni s'ka mikser, sepse qenë ka prish, 2 herë kam përdor, qa me bo. Lloj produkti bëna shitet në Kosovë. Piren me këtë shtypsin, e kam shtyp patatet, si që po e shihni. Piren e kemi gati, përsëri është kremoze, përsëri është të shishme, por nuk është taman si shlag, sepse mikseri nuk po na punon, ndërsa tani është momente që arditet t'ja mbushim barkuna, ka mu knaq. Ai s'besoj që ka hangër në ere gulash më të mirë se kë, pa modesti. Shikues, qërshia
mbi tort. Ja pra. Hajde Caki. Ja pra, për ju që sa po jeni zgju, kjo është gullashe. Këtu kemi 2 gjetha dafines, të cilat e kanë super aromatizu të gullash dhe do ta vendosim ja kështu. O zot, o zot. Ja. Që edhe pak këtu për Cakin. Vav. Hajde edhe pak arditet, se thot se më pas ki qitë mish heq. Për fund, shikues. Për fund, pak majdanoza, pak ngjyrë, ja kështu. Shikues, kjo është dreka për sot, gullash, super gullash. Gullashe, themi është tradicionalisht joni, po origjinën e ka nga Hungaria, edhe gjithë Ballkani e dashuron dhe më gjërë, se cili e ka mënyrën e vetë, dikush me patate, dikush me patate. Ne e gatuajmë kështu, pa patate, me karamele, me karota që janë karamelizuar dhe qepët. O, zot, ka më knaq ardite, Zilja. Fol për arditin, ardite mazdere. Po e hapim, shikues derën e juve, ju bëft mirë nëse e gatuani për Ramazan, për iftar, këtë gullash, kombinim me pire. Po vjen era e mirë diçka, po vjen era mirë diçka. Parashtrohet pyetja se çka a thu. Ana, çfarë surprize këndshme. Pizemlakës time, këto e pres, faleminderit shumë. Faleminderit se gjeta. Shiqir i e marë. Marë, të gjithës marë. Marë, që më kishu ma alarm sot Ma me ke gatu. po surprizën ma të këndshme njerës, ju e dini, nuk kom nevoj që ka me shtu dhe të flasim, të me thonë gjatë qëndrimit tim këto 3 muj e tepër në Big Brother, mbas daljes definitivisht, mos la zoti pa njerin tëndë, dhe në këtë rast pi adresona, dhe me thonë anës, e pi thëmë shumë faleminderit për diçka, kur jemi të pjata e vogël, materiali ma mrena, dhe o pe aty nësa tavolina, një kidhje 9 bite, jo ju lutem, që ushqimi preferum? Ana, më ki surprizu për të mirë, Na ke bove që shumë atë video. menzi po pres me shiju, se qysh për e shoh, po duket për mrekulli, edhe menzi po pres me shiju këto që e ke përgadit për mu, special dhe unë të falemderoj shumë dhe jam shumë mirë njës, këto e marrë si një konsiderat jashtëzakonisht të madhe. Me loqën e shpirtit zemrës sa kam Shumë gatu, faleminderit. ja i zvash edhe shikuzve, e ke thonë mrena që të pëlqen tradicionalja Shumë e sakt, po. Mishi, gullashit, pyta edhe ty të më the gullash me të gatu, e thash pa e ngi shikus, ardit stafajn, a stafën, stafajn, Po. e thash nuk e lo, edhe ja ku e keme, Ardit Stafa, një artist me shumë merita shikues, një super zëj, cili do të na kënaqë sot me zërin e tij të bukur. Mos sofet, unë them që po pres me hongër çe vlla njerëz. Po veç më shkruaj në reklama. Me knaci. Ty po ta lo me tingujt e tu me zërin e tu të bukur, ja. Hajde ty e këndu, thuj marketing kthehemi shumë shpejt. Marketing kthehemi së shpejti. Mos e ndroni kanalin. Mos e ndroni kanalin. Jo, duke këndu. Mos e ndroni kanalin, se shumë gjëra kanë në ndërkohë. Hajde tash popullore, sepse kthehemi shumë shpejt në Klan Kosova, me që jenë anës tash popullore, ndro zhanën. Sepse jemi këtu së bashku, bajni kanalin në Klan Kosova, kthehemi shumë shpejt, me gullashin e shenjt. Shikoj së rikëthyjem prej marketingut, është momenti që
Ardit Stafa me u knaq me gullashe Definitivisht. Jani Salvet. Po shpresoj që kam i pëlqy shija ime. Shoj, prej aromës, ka aromë të mrekullueshme, edhe unë vetë që më të e pa. Është zi Po 2 orë gjys. Edhe aromën e kamin që po pres me e shiju, edhe bukur e dizajnume, ana je për çdo lavdar. Faleminderit. Po hani herë. Knaci gjithë qysh. Ta provojmë këto që e kom prit me padurim, e që... Ha, edhe këtu kemi një pitol, kom ble pitol. Opa, Tash e merre në gjyre, hane. Amazonit, normal, pa pitol, nuk shkohet në sopër, kështu që fillimisht nuk po du me prej bukën, shofim se, dhe me thonë, kjo shije mrekullueshme që vetë që më të evrej që e ka, me nëzi po presë, dhe më në fundo ardit, kanë me të knu... Mere mishe. Kanë me të knu zort, darë së ata bini luk? Jo, s'ka nevoj. Jo? Okej. Si në shpe. Do me thonë, ambientin si në shpe, shumë e shishme, ti shumë e mirë, edhe njerë për falemnderoj, sinqerisht, Për të provu mishin. për këtë Se surprizë. ki provu alo mishin. A të shpëndu këtë tamam, si në shpe. Që edhe ujë të pelen, shikoj se ujë më i mirë shqiptar. Po. Të e pas parasysh që unë jam shumë adhurus i mishit, edhe jam do në thonë shumë korekt në përzgjedhje edhe në shije. Ky është gullash. A është gullash? Po, edhe të lumshin sinqerisht dur. Po, mos e këto ambes. Tradicionale, ambete tradicionale, edhe kësaj punë i thojnë, më në fund, barë ku jem, ka, do më thonë, gëzon minutazh gëzimi. Të e pas parasysh se po konsumojmë diçka që bajgi ko nuk e kom hongër, kështu që faleminderit Të shumë. boft majë, ta marrë një lukë, shikus të provoj. Hajde. Shikus po i him pjatë këtu pa e pyt me lukë. Hajde ca ki? Popullor që na i thojmë rrasë më s'folë shumë. Hajde ta shojmë. Shumë e shishme, jo, me të vërtet po. Me të vërtet po. Ama qëto, ta epi Qa një po lukë. Ja me A po, lukë. a? Ja, lezet tjetër me lukë. Kjo po. Po pra, kështu duhet. A më pëlqen? Mere një pitol Kosove, hajde me pitol këqyra përshkon. Me ngjy aty langur. Shikus, Gjina me përzi. e thash, sepse ma herët të tregova, e kom zinë shpesë, sepse ta kishim zi këtu, kishim flejt në mision, po ta kom bo kështu me loqën e shpirtit zemrës, 2 orë gjys, ka vlu, ka dale, a i langu është trash, nuk ka shtesat mirit, Jo, ta jo, kom bo me zemrë, absolutisht. na Jo. keshti me qesh me atë video. Të lejni, që shë ki bo? Plejni. Në realisht është porën pak ma e vjetër. Të më thonë, këtë qaj momenti që një me u bona nervas, edhe atim kur të merë malli me hongër, se unë zakonisht e kom potencu edhe aty, që një me jam tradicional në ushqim, jo që nuk preferoj edhe ushqimet të tilla, po realisht rallë për malë, ndështa, la gjana cilat një me ta mushin barkun edhe nuk ka diskutim, edhe nuk i zavencoj në kur gjana. Definitivisht se u vërtetove edhe vetë, edhe pse vetë e ke pregadit, vetë e ke gatu sigurisht, u vërtetove që shijen e kësaj nuk e zavencon kur gjo tjetër edhe është shije e parezistueshme. E vërtet. Kështu që unë jam të e shiju, muhabetin, ambientin, bashkëbisedën, po ndina shumë mirë, shumë rahat, shumë energji pozitive, edhe shqyqyr për Zotit që mbrivan me ardhë në emision, edhe të përuroj për këtë emision jashtëzakonisht të qëllum, shkëlqyshëm, edhe normal që i pret musafir, a ka ma nëse i pret në ushqim. Apo di me gatu? Kështu që udna, kush po thotë që s'din. Po, në shtab ma bujnë qifë, Jo, t'jesh e bindun që kjo qka une për momentin e hongra, me thonë, është diçka që me të vërtet kam me mbet gjatë kjo shije shumë e veçantë. Se jo çdo kush din me gatu, edhe gullashin në kombinim me pire, ndonë se duket shumë e lehtë, por nuk është aq e lehtë, se çështja është që duhet me a gjetë. Ngjyje. Si në shpi. Ngjyje, ti e ngjin, se ju s'keni y atje. Po, nuk kanë. He, ngjyje. Jam të ngjyj.
Ha? Ja, mora shikus pak. Ama. Që kjo është kur e ndam pjatën bashkë, se sen i mirë, ushimi i mirë, të lutëm ndatë edhe me 10 veta. Kur ja vlen, pa dyshim. Kemi me t'lon me angër qëtësi. Apo thua? Se kishim me shku me reklama shikus edhe një këngë. Gjithë qysh, po njerë për njerë gullashi është në element, pra ndaj, ju lutemi, shifimi pak në dhomë, pas disa minutash. Publicitet. Ja, s'ka publicitet, ja, kanë hangër para kamerave, shikus, ja, edhe si t'luki me hangër. Hajde. Mos t'vjen ketë, se pi vjen pak ketë, shikus, para kamerave. Haja, aty në shpi ki qenë 60 dit, ki arru që ka kamera. 95 dit. Na, aja huqa, përshë shikus 95 dit. 95 dit plota. E, po, të boft majrë. Se që unë nuk e di për juve, u kësha suqeru dhe u kësha preferu, unë për veti u kënaqa, se që e kemi na, pak ma popullor që mante. S'ka vre me gullash. A beson që me vite s'kom gatu? Me vite rote, bona gullash. Kështu që faleminderit, që janë ku aty. Ama janë ku. Normal. Mos kështë dole ajo video, s'ta kësha bo këtë gullash. Une u kënaqa. Cila këngë i shkon këti gullashe, edhe shikus po shkojmë me të vërtet në marketing, sepse kemi shumë për të bisedu, e kam e këndu, e kam e na u përgjit, so pytja ka ardhë, mor ardit. Muj me paramendu, po, gjithë shka pret, në bas, gë madhe shtypit, e gë vogël shtypit. Gullashi. Haj, cila në këngë? Pret, cila në këngë, gullashe? Jam to, jo, do të me menu. Gullashi Ani, është aj në menoj e, vete, po t'lojna. është nocionën vete. Apo? Jo, gullashi do të mushiu, edhe me tentumja, apo naj kong, veç mu mi thonë, shi që si eksistan. Marketing shikus më së ndroni kalani, këthejemi shumë shpejt me Ardit Stafën, shumë kemi me bisedu, po para se me shku me reklama. S'na tregova, a gatuna, a zgatun? A ki gatun Big Brother që s'kom pa? Jo, nuk kom gatu, se ka gatu tjertë, po nuk do më thonë që une nuk di, nuk do më thonë jam shumë i mirë në ushqime tradicionale. Cilin e qangë, kështu? Që kishe me ardhë herën tjetër me gatu, hajde, që publikisht, hajde, mos të harojmë shikus. Të gjam, gullashi me pire e pregadis edhe unë, shumë mirë, qka është me dzime, këto qorbat tona, darsmave, qoftë, dhe më thonë, shkenbe qorbë, ose me mishvici, ose me mishpule, pri ushqimeve, mish me lakna, groshë... Krejt për bojshë? Realisht krejt. A kështë pas gudzime në gatu në emision? Po, sigurisht që po, me knacin Do matë ta madhe. presim shikues. Me knacin matë madhe, sigurisht që po. Thuj pra që po shkojna me reklama, se kemi angër gullashe dhe këthejmë shumë shpejt. Po shkojnë me reklama, Prit. për pak qaste. Prit, se e kom një dhurat. Harova. Qka? Mandej, prit. Produktet më të mira italiane në vend. Keni moninin brenda, ke skotin, garofalo, pastat, salcën tigulli o kret. I ke dhurat, kur shkon atje në gostivar, Monini është gatuj. definitivisht ja vlen. E ta shli për marketing. Mundemi me shku pak publicitet, deri sa Arditi ta shian, gullashin edhe biren që ja ka pregadit Emkas Ana me ndur të sajat arta. Falemderoj Ana. Shife. Gullash me pire mrekulli. Gëzuar edhe njerë, që tash jam mëse i lumtur. A e ngi, se thojnë ona që ka qmesh Arditit. Jo, për kundra zjo është e kundër të e kësaj. Jo rasisht edhe thonë, shia e anës. Pra ndaj ke shumë me shije edhe normal që tash jam shumë në regull. Tu kanë mos bateriat? Mu mushën bateriat edhe manë shumë okej. Edhe njerë të falemderoj sinqerisht, me të vërtet më ka shiju ana. Edhe mu, vjen shumë i që ti e këto, shikusit për në shohin, prej Kosovës, diasporës, ja u ke marrë zemrat, dikush beson që ti e qashto, e si e qishto, kanë arë shumë pyetje e komente nga publiku, ja, i kam shkru këto. Une para se normal me fillu me pyetjet, unë përfitet nga rasti, sigurisht që të përshëndes, sepse e kam obligim moral, që ti falemderoj gjithë shqiptarët. Me atë kamera tje, që ku i ke kamerën? Dhe me thonë, i përshëndes krejt shqiptarët, ku dhe që janë, barë botën. Falemderit që keni qëndru me mu, falemderit që më keni besu mu, falemderit që më keni votu, sepse kanë qenë qindra mija vota adresu drejt meje.
Besoj që nuk ju kom zgënjy, fillimisht se kom zgënjy edhe vetë vetën, sigurisht, sepse Arditi është që këtë që është originali, vetë vetja, kur nuk kom tentu, bilas men nuk kom ka shku mu bo dikushi që s'ja, pra ndaj edhe kësa here dëshmova që Arditi është, po i njëti Ardit, qatë zoe kom, bile edhe matë mire kom, edhe sinqerisht gulash, e bëm vetën, sinqerisht i përshëndes shqiptarët e mi, do më thonë, Macedoni, Kosovë, Shqipni, diaspor, të gjithë ata të cilët kanë qenë këto 3 muj, do më thonë sfide, super sfide, me mu, faleminderit dhe nuk kom qka tjetër me shtu përveç se shumë faleminderit dhe Zoti ju bekoft. Ma dhe vajbin si mu kryu emisioni, halosja ka një trikus. Gjithë na këndojsh. Kemi shumë, na e dim që muzika jonë është shumë laramani edhe kemi këngë shumë bukra. Kemi normal që Arditi din me kënu gjithë shka. Edhe normal që po, atëre me qenë se jeni zëshkane e bukur, atëre pse jo, thjesht mu kujtu një këngë shumë e bukur popullore, se keme edhe një zbavice për zëshkanën, edhe një popullore, po e kësha fillu ndoshta pak me disa vargje, disa fjallë. Ditët e shtatorit moj, unë joha me ty, a zeshkanja ime, pse më lënë vetmi, a zeshkane moj, pse më lënë vetmi. Hej, zeshkane, imja je moj, derisa të vdes. Hej, zeshkane, imja je moj, derisa të vdes. Kjo kjo special për ty. Wow, shikus. Me qenë se e meriton me këtë mirë atje, shien veshje, shien ushqim, shien ambient, shien gjithë shka, shqyqyr për Zotit, ana që të kemi, edhe dha Zotin, që shok si modele, të femrës shqiptare, sa ma tepër, sinqerisht ka me më bo zemra marë. Me emocionuem. Apo? Shumë, faleminderit. Pak, shumë. Respekt, sinqerisht, qëfar zoni mas pari, unë jam punë, imaginu ata e në krevet, dikush s'ka flejt mirë. Po. Ja ki ndrejsh ditën, qëfar zoni, live shikues, pa asni instrument muzikor, komplimente. Faleminderit shumë. Do është mu rikëthy. Arditi ka mu rikëthy, Ana. Po na intereson, pse ke mungu gjithë të vite? Disa e din, shumica nuk e din, Arditi do me thonë të këndësova edhe mrenda në Big Brother që Arditi ka mungu për arsyet plot, jo që i kom mungu skenës, do me thonë, me dashje, sepse unë kom lind për mikrofon, unë kom lind për skenë, dhe skena sigurisht është pja jem e dytë, mos thëmë do shta dhe ajo e para. Kanë qenë disa vite, na e dim që jeta jonë është diçka më ndryshe, pavarësisht asaj që jemi figura publike, vipa e ku di unë e qka atje, mbi gjitha e mi njerës, edhe na funksionojmë edhe jetojmë si çdo njëri tjetër, edhe ne kemi hallë dhe probleme, ja që edhe unë u ballafaqova me diçka të tillë, ndoshta që nuk e kom prit që ka me ndodh pardon, diçka e tillë. Megjithatë jeta nuk të pyet, jeta dhe peripetit e saja, unë do të thotë kalova disa vite, flasim gjithmonë në kontekstin në lidhje me prindët e mi, sepse Arditi mbet Maqedoni në përkujdesje intenzive të dy prindve, realisht njëre me babajn, pastaj kaloj edhe kjo së fundmi me nanën. Unë veç thëmë që misionin më të madh edhe i falemnderona Zotit dhe vetëm Zotit që më veçoj mu për i fëmijëve që të jem unë aj që do të kujdesesha për ta, do të thotë edhe ka qenë një test ashtu e llogarisun i drejt për drejt prej të madhit Zot, edhe e ka pa Zoti se sa jam gjendje dhe se a mundem, dhe sinqerisht i adola mban, pavarësisht erdhë momenti, normal na e dim që ku ka lindje ka dhe vdekje, nuk jemi të përjetshëm,
kalojmë, vim këtu për të kalu në një tjetër jetë. Unë si ardit e kom dhonë maksimumin edhe njerës të cilët kanë qëndru me mua aty edhe të cilët më kanë dejt pranë e din që çdo fjalë është shumë e vërtet, sepse nuk kur flitet për temë të tillë si kjo e jam janë këtë rast shumë e ndihshme edhe këtu nuk guxojmë as me hek as me shtu as një fjalë. I falemderoj me që jemi të kjo temë, koqësit e mi të cilë kanë qenë pranë meje edhe sigurisht pa dyshim pjesë përbërse e kom pas të asaj maratone të pakëndshme, po ja që është shumë njerëzore, sepse një jetë ndodhin gjanat, s'mund jetë e më thetë tash, lëkundjet në jetë, Morena Tarakut, e cila definitivisht ka qenë orë e minut, çdo qast me mu, edhe pse ajo jeton në Istanbul, ajo me kamerë, do me thonë live, me video, ka qëndru 24 orë, ndoshta edhe i kalon obligimet e veta, vetëm me qenë pranë meje, dhe unë bish mu me thonë, Moren, faleminderit për gjithë shka, edhe Zotit shpërbleft se ajo atë unë ka një vend meritor, jo vetëm për këte, po ajo është një frend i vërtet, është një mike që çdo kush do ta dëshironte edhe ja fati ka dashur që unë të kem një person si Morena e që jam njeri më i lumtur në botë. Edhe një faleminderit të gjithë atyre që kanë qëndruar me mua. Lumë prindrit që të kanë pas, një fat të madh që ti je rrit me ata dy prind, dy fëmijë, do me thonë, e nderuara dhe e respektuara, Shahindere Bërlajolli ka sjell në jetë dy bineq, Arditin edhe Astritin, s'po di cili ka lind më përpara ti. Unë jam, në fakt 3 ka sjell në jetë, që është Albani, është vaj i madh. Jam unë edhe është Astriti, po me Astritin kemi një kuriozitet kom jau t'regu. Hajde. Pse kom diferencë me Astritin 2 minuta ndërmjet, se do me thonë ne kemi qenë 3 neq, jo bineq. Okej, si pas ma di. Kom lindi pari unë, fatkeqësisht vllau në mes nuk ka mujt me jetu. Bas të dytit ka lind Astriti, do me thonë i treti, prandaj kemi diferencën me Astritin 2 minuta. Normal, na jemi rritë si fëmijë me krejt mirat, kemi pas privilegj, sigurisht kemi pas privilegj fëmijët kujt jemi, kur jemi rritë dhe jemi vetëdijsuar, kemi kuptu rëndësinë e tyre, kemi kuptu vlerën e tyre, peshën e tyre në shoqni, edhe për neve si prind, për neve si fëmijë, ata si prind tonë. Me të vërtet kanë qenë shumë kujdesshëm, kanë qenë prind më të mirë në botë, si babi, si shanka, nona, do me thonë, edhe neve nuk na ka mungu kur gjo, prandaj edhe unë në mënyrë perfekte, them pa dozë modësie, jo mundu maksimumin e mundshëm, do shta dhe për tej mundësive me botë çmosh që prindët e mi mas pak ti me ndje që nuk janë mirë ose që janë drejt fundit jetës tyne. Si ka qenë për ty të rritësh nga një nën, nga një artiste e madhe, artiste e muzikës së lesh, qytetare, një emër i madh i respektuar. Edhe unë kur e kom nis karrierën krejt fillim kom pas një intervistë me të në KTV. Kom pas fatin shumë emrave t'ju realizoj intervista, një personazh shumë pozitiv, tepër energjike, si sheqerpare, po them. Ka qenë e tillë shumë sheqer, shumë sherbet. Definitivisht po. Si ka qenë, çka ka ndikuar, jo çka ka ndikuar, gjithsesi ka ndikuar të dytë muzikanta, sot secili më i mirë se tjetri. Çka të veçojë diçka? Privilegj. Faleminderit Zotit që kom qenë fëmijë, kemi qenë djem të asaj dive, se ajo është div sigurisht në muzikën popullore kombëtare. Çdo moment me nanën është më i mirë se tjetri, prandaj Zotit i falenderona për çdo moment me të dy prind që i ka mundsu. Jam shumë i lumtur, fëmiu i kujt kom qenë. Shumë këngë ka lënë pas, shumë vepra. Cilën do e këndojnë këto momente? Këto momente, po na shohin. Kanga, të gjitha kangë t'i ka pas mirë ajo, po do t'i kisha kënu disa vargje shpejt një kangë që mu gjithmonë ka bo për vete. Unë e kom bo dhe remake atë kangë. Da jo t'i ngëllon kësi lloji. O hajde dali moj goce, në gjebrim të pyllit, hajde jame mu, e o sa fort të du, e hajde jame mu, e o sa
fort të du. U emocionova shumë, pak disa vargje se këto e më këngë normal, unë e kënoj stilin tem, unë i kënoj këto këngë shumë bukur, po kopja original nuk bëhet, ajo i ka kënë mënyrë perfekte, po në shenë respekti për veprimtarinë e saj, për kontributin e saj kontar të pashoq. Unë e kom dërmend edhe me bo një koncert me këngët e saja që të t'i përpunoj, sepse ato janë këngë që kanë lënë, janë shtylla, janë emblema e kulturës tonë, do me thonë, muzikore, dhe sigurisht që është përgjithësia imja fillimisht, dhe është diçka, është detyrim, është detyrë që unë të marrë ti rimë këmbi dhe ti sjeli në jetë. Edhe njerë ato kanë në verzionin tim, edhe pse ato sigurisht që nuk kanë me tinglu, sikur që i ka kënu e madhja Shajndere Vëllajolli Stafaj, e që për fakt të një rezultat që ka qenë nana ime, çfarë ndere. Çfarë ndere, dhe lumë ne që kemi pas atë artiste, Tu ke një dhurat nga Ciao Berto, 20% ullje, kur dë që ke, se po më duket ka me në ardhë arditit që kus ka me lonë gëvën, gostivarin, ka me në ardhë në përë, Definitivisht po, vinë vën lindjen time, edhe pse, normal duhet me potencu, normal, që une sa du Prishtinën qa që tu gostivarin, i du kretë shqiptarë të Maqedonisë, krejt i du, kom haruan, rekordi që kush e dhe rekordin, është legendary, për Bajrama, për Bajram, pse jo, ekziston prej viteve 30 shikues, pra, thash, ke një voucher e ke pa afat. Qofë në kuzhinë, qofë në teknik, qofë në Magniflex, dy shekat më të mirë se Magniflex e s'ke, i ke këtu në Ciao Berto. Tani është momenti për pyetjet e publikut. Shek a Borovnic, nga Santolli, nga Argo Grupi, shikoj. Edhe njona dhe tjetra në shumë të mirë, po kësaj radhe unë ne kisha thonë pse jo me provu shjen e Borovnicës. Borovnic, po. Borovnic. Përderisa jemi, do me thonë, jemi në një emision ku gjithçka ka shije edhe gjithçka sillet rreth shijes. Unë s'po foli, provoje, unë e kom provu. Unë asë nuk dyshoj, përderisa ti... Ja, kjo është italian, s'ko sheqer. Tipe e labdron. Provoje, made in Italy është. Ta di shijen, edhe ti di, do me thonë, preferencat, kështu që. Po, e ka shijen e vërtet, si kur me marrë Borovnicën me hongër, kështu gjallë, perfekt. Okej, të boft majt. Shumë langi mirë, faleminderit shumë. S'ka përse. Vakti është për? Për pyetjet e publikut. Për pitjet, shikues. Për pyetjet. Sa atje s'ka ija. Nuk dua ta pyes, por dua që ti them se ëndra ime e këtij Big Brother ka qenë që ti të jesh në finale. E përshëndes shumë, edhe falenderoj shumë. Jo rastisht thash se publiku gjithmonë ka qenë me mu dhe vazhdon me qenë me mu. Për mu kjo është çmimi më i madh, edhe njerë e dëshmun publiku gjithandej që Arditin e ka ndashur jashtëzakonisht shumë. Dhe kjo është fakti i cili mu më gëzon. Thjesht dua t'i them Arditit që ishte personi më i mirë dhe me shumë vlera. Përshëndetje nga Elbasani. E përshëndes Elbasanin, faleminderit shumë për këto fjalë, me të vërtet për mua janë, domethënë, shumë motivuese, edhe po më vjen mirë që ju kom lënë kësi mbresa të gjithëve. Është mërzit për shpatin, se sa e di kanë qenë shok. Shumë e vërtet, ishte lajmi i parë që e mora mas daljes time, u shokova, Zoti Xhenetin, ai ka qenë një këngëtar i mrekullueshëm, ka qenë një mik i jashtëzakonshëm, kemi humbur një artist me të vërtet shumë të madh. Vërtet. Will you twerk for us, please? Okej, tash normal që unë për publikut kur nuk ja refuzoj kërkesat, megjithatë kanë plot video ku e kanë Arditin tu që gjithmonë e kom pas në shprehje, shake the ass. Ani hajde si të? Çka me bo? Që pinvent. Hajde bishati, hajde. Shake the ass. Që ku ja plotësum dëshirën, sigurisht që po. A ka qenë në rol në Big Brother VIP Kosova, apo është ai i vërteti? Arditi nuk ka qenë rol, po strategji psikologjike kom pas, sigurisht që po jo, kom qenë thjesht vetvetja. Arditit mushja pjatën e mos ja qetë veç dy misha aty që shtajke do midhje, kidhje, Ana dha provimin, me gjys kile mish më ka pri që pi bjen gullash, edhe për këto, une për një 2 ditë në rregull jam. Faleminderit Ana. Ska përse, të presim pra. Qysh ka mujt me qëndru në atë shtëpi, me ata njerëz të pakulturum, ka ardhur një pyetje koment?
Këto janë A është publiku që ju ka gjyku? Sigurisht, sipas publikut. Digjam, është e vërtet që ka pas ndeshje gjeneratash, edhe nuk jemi përputën shumë gjana, unë e thome dhe vazhdojmë e thonë, është niveli, po nuk është që nuk kanë qenë të mirë, nuk është që s'kanë qenë kujdeshëm, pak të ndaj meje, nuk me folë diçka që nuk është, po se si i gjykon dhe si i shef publiku, flasin faktet, me gjithate, kom qëndru, sepse është një sfit, duhesh me rezistu momentin që e pranon me hi aty, kjo është forma e vetë. A ka ndonjë projekt të ri, a do të vazhdoj punën si vocal coach? Dy pyetje me në një kanal. Normal që kom në men, se prioritet e kom karierën, unë e du sa ma shpet më këty karierës, mikrofonit, aty ku e kom vendin, jom të punu në këngë të reja, sigurisht, me një intensitet shumë të madh, dhe normal që nuk do të heki dorë as pak për asnjë moment, edhe prej drejtimit tim i cili është shumë i shenjtë, si pedagog i kantos, dhe me thonë si vocal coach, sepse shumë të ri dhe të reja, si që kam ndihmu, ma kanë nevojën, dhe unë sigurisht që duhet jem edhe për ata që të nxeri sa ma tepër kuadro dhe gjenerata kualitative. Ka ardhe një pyetje, koment, gogja i gjatë, mos me trajt pritova me shkru, tash po e lexojmë prej telefonit. Artistë si Arditi janë shumë të rrallë. Ata që e njohën nga afër e din që është djalë Dukat. Arditin e njoh që nga fëmiria kemi studiuar bashk dhe gjithmonë e kam veçuar për karakterin, edukatën dhe vokalin briljant që ka. Pyetja ime është, a do t'i kthehesh muzikës dhe atyre pak festivaleve që kemi, për ta treguar potencialin tënd, sepse nuk jemi sot në muzikë, kemi 38 vite në skenë dhe nuk jam pak. Me respekt dhe shumë dashni, Elida Kryeziu. Unë e përshëndes Elidan, një shoqe, një mike imja shumë e mirë, shumë e afërt, na mi rrit bashk. Elida është një soprano, jashtëzakonshme. Faleminderit Elida, normal për çiftit saj pres një pyetje të tillë, prandaj edhe u befasova kush ma ka shkruar. Faleminderit shumë për këto fjalë, kolege e dashur. Elida, të njëjtën e mendoj edhe unë për ty, je jashtëzakonshme si artiste. Sigurisht që do t'i kthehem skenës, do t'i kthehem këngëve, se e di që i ka mungu zonë jam skenës. Edhe ju premtoj që nuk do t'heki dorë mo, nuk do t'a mendoj për pauze, lene mo me pauzu se shumë kohë ko mungu, prandaj nuk ka justifikim për diçka tjetër pos aktivizimit tim në skenë, me fillu për të vazhdu dhe për mos të ndarë. U knaqë me duar të rukitje shukot. Faleminderit shumë. Hajde një këngë tash. Hajde bo fola. Gjëtysh. Qa për da këndon? Hajde qka Qa gjohë. për da danë? Diçka... Mojze shkanja ime, shikimi yt më djek si zjarë, pra lumi që ndrojmë të dy, në zemër kemi një malë. Mojze shkanja ime, shikimi yt më djek si zjarë, pra lumi që ndrojmë të dy, në zemër kemi një malë. Kuptoje një zemër djali që dashuron, kuptoje një dashurit sinqert që t'aduron, kuptoje një zemër djali që dashuron, kuptoje një dashurit sinqert që t'aduron, që t'aduron. Edhe kjo ke për ty, edhe kjo ke special për ty. Dy këngë për zë shkanën. Qëto e prita forën, a tjetër se e njefsha. Gëzuar. E gëzuar, jo gëzuar për një me. Me knatësi, se unë jam tu ndje perfekt. Një ambient me të vërtet edhe njerë për potencial i shkëlqyshëm, edhe shqyqysh që jam këtu, edhe kom nevoj për kësi ambiente, sa ma tepër. Janë të ralla me gjithate fat për me qenë edhe në emisionin anës, kështu që falenderit Ana. Edhe sot mi ki skuq faqet, po du me thonë diçka, shia edhe pak i mbush 4 vite në muajin prill, kom pas shumë artista, po me këndu kështu si ti, pak ma gjatë, e mos mi ik nota. Kjo vetëm 10% prej 100% tem. Kjo është vetëm 10%. Nuk lujti intonacioni fare, qëre unë e zos kam po vesh kam. Po. Wow. Faleminderit.
Faleminderit shumë. Si është gostivari, po më intereson? Si e kemi atë gostivari në taj? Si rajsh atje? Shive, Po të nguci na pa. jemi, jo, të gjithë tokat shqipfolse sigurisht janë të një rëndësie të veçantë, sepse nëse, do më thonë, logikisht edhe në mënyrë natyrshme e mendojmë dhe e dim që është ashtu, na jemi një tokë. Do më thonë, si në Macedoni, si në Kosovë, si në Shqipni, na jemi një. Dallojmë vetëm dialekte, sigurisht se tradita do kjo gjanat janë të njëjta, jemi shqiptarë. Mirë është gostivari, nuk është keq, është një vend që ka dhonë shumë përpara, ka kriju njerëz shumë të mëdhaj në mesin aty, edhe babin tem sigurisht. Është një vend që është super mbrëmje për koncerte, jeta artistike ka qenë shumë e gjallë atje. Tash po na intereson. Është më i qetë pas parasysh që shqiptarët fatkeqësisht edhe një herë e morën në rrugën e gurbetit edhe ato në numër të konsiderueshëm shumë të madh. Po mbahet, është gostivari legjendar, është në heshtje se mungon popullata, po i bukur, i vogël, vardari, i qetë, i pastër, për Bajram të bi. Edhe normal, shumë tradicional, tash sidomos për muajin e shenjtë Ramazanit, është vetë magjia. Gostivari është shumë magjik, sidomos në këto çështjet fetare, kur e kemi fjalën me çemin, muajin e Ramazanit, gostivari për momentin është magjik. Edhe kush do në me shju tamam një iftar kështu të ndjenjës të fortë muslimane, islamin këtë rast, ja kësha rekomandu me arë në gostivar edhe me shju edhe recetat tona atje, sa Macedonia është shumë diverso, shumë kolorite. Kom digju që dhe ti e mban Ramazanin, po si vjetë ju? Po, vetë është viti i parë që une nuk jam të agjenu shkaku i shumë faktorve, do lavon prej bigut edhe lodhja bënd veten, ngarkesat me njëra ato obligimet. Se kështu e mban? Po, kur njët nuk e kom prish. Nuk ka shans të rike. Si po njesh, tash të s'pa gjëron? Nuk po vjen mirë. Sigurisht që më pengon shumë, sepse është diçka që është obligative, është diçka si pas festë tonë normal, është diçka që nuk do fjalë, do zbatim. Është mesin e 5 shtyllave kryesore të festë tonë, prandaj unë kur nuk e kom prish, po nuk ka justifikim, po më besoni që nuk kom pas kur farë mundësie këtë vit, se për ndryshe për kur gjo heqë në botë nuk mundet me ndodhë mos me mbajt Ramazan. Unë kisha knatësi që të dëgjova, kisha knatësin që të gatova, e potencova fillim të emisionet që janë gjusët në orën 8, kom prit rënë me blemish. Faleminderit shumë edhe ma bon halal inshallah. Jo, ta ma buna, më tash me loqkën e shpirtin zemë, me zisë kom prit me të pas këto, edhe më ka gëzua striti kër më thirin telefon me kamerë dhe dole edhe ti, ta që amaneti, edhe ti ma dhe komentin që anë, kur kom dalë prej bigut, si kom folë me Astritin, gjaja parë ka qenë, Ana, amaneti, më shku në emision. Astriti ma tepër ma ka gajlë, më besom shumë ka gajlë, unë e përfitoj nga rasti me përshëndet Vlaç Kontent. E përshëndet, se dhe na e zemër. Le që është njeri për sosun, është njeri perfekt, po për muzikë kur flasim, ajo është Chelsea, që që thojmë në andej, Astriti është baba, ti me babën një konga. Vinë të tjertë, normal unë e kom fatin që e kom Astritin, aji normal është aji që është e njofim të gjithë, është mjeshtër i rallë, i vetëmi, si muziktar në përgjithësi, jo vetëm si instrumentist, pa ajo është do me thonë kuptimin general, njeri ma i përsosur dhe i pregaditur muzikalisht që e ko njoft, edhe këtu fat që me pas vla, edhe vla që koja jem normal, është të menu tash sa ma shpet me më këtu në skenë, me fillu me koncertu, me muziktu, edhe është të më pregadit e këngë shumë të mira që vetëm dora ati dhe mendja ati muzikore gjeniale din. Pra ndaj vla që koja jem, të do në vla jotë ma shumë ti, edhe e di që kime mbo diçka shumë të mirë shqyqër që t'ka vla që koja. Po, sot ka qenë ideja që ku se dhajt na futët 5 minutat e fundit, po ja që i doli një punë tjetër. Ka pas diçka sa e se kish lënë parë, sa i ka një respekt jashtëzakonshëm për ty. Faleminderit. Po, dalin raste që... Herën tjetër e lojmë surprizën do me thonë së bashku. Edhe kena me knu dhe kome të knu tamam, edhe nuk keme dasht emisioni me të kry kur. Jo, s'ko me fol vetë shikus. Të ta garantoj. Shikues, është momenti për marketing? Do ta mbyllim bashkë emisionin, sepse s'po të përshëndeti kështu, edhe kemi me pi një kafe
Dua mi me pi një kafe. Thash, kur erdha, shiku thash kemi me pi një kafe. Një tursko si ka ne. Tursko. Tursko si ka ne. Hajde me kamerën tem, këte e kokën atje. Marketing. Jo se përbyllim, ani hajde këtu. Hajde. Qështë ja bën përmbyllim, kallëzon? Ama jo, se njerë ka reklama. Okej. Pas reklamave, mandej, të shikuzve, mos të ndrojnë kanal, hajde prapë që ashtu me ritëm. Apo? Hajde me ritëm, marketing, këthejemi shumë shpejt. Na, do me thonë, për pak ko minuta për shkëputimi, me gjithate mos e ndroni kanalin, se keni me gabu, dhe nuk duhet me gabu, se nuk ka ma mirë se misionin e anës me shiju. Ne, 2, 3, shikues. Gjithë na këndojsh. Te e dish që ne kina shumë këngë të mira, edhe për fund kemi një 2000 këngë kështu të rastit, cilin e kësha kënu për momentin, qeshtë më kujtu një këngë shumë e vjetër, shumë e bukur, që i prek gjithë shqiptarët, është këngë Gurbeti, veti të rullohat. Hajde që ma herët kështë të thonë, hajde gurbeqarëve një këngë, e tani ty folë tim, hupi pytja, Logaritet si këngë Gurbeti, edhe pse nuk është drejt për drejt, po është një këngë që unë gjithashtu e preferoj shumë, edhe e kënoj shumë shpesh, da jo t'inglan, da me thonë kështu. Vine vaporat mojnane, bregu detit, o dile shifni mojnana, sherte mretit, o dile shifni mojnana, sherte mretit. Ata vazhdojmë? Jo. Ata vazhdojmë? Ose hajde, vazhdo. E gjysma kja ishin e mojnane, gjysma kënojshin. Dite djerë. Hajde, s'ka gjallë. Hajde tash një gjallë. Qka? Po para se me kënu këtë gjallën, po du më i falenderu shikuesit, falenderit shikues që çdo të djerë jeni me shi anës, falenderit gjithë musafirve që nuk më thonë jo, falenderit që më the po, falenderit që je këtu, gjina ke arti gostivari, e gjina ke këndaqë, sot, a më të kom kënaqë në vëtaj. Po, normal që po, jemi kënaqë shumë, kemi kalu momente me të vërtet mira, edhe jam ndjesh shumë komod, shumë rahat, si në shpajën time. Shqyqirë shikues. Edhe me anën, a kalon njeri keq, më zbaj gare, sigurisht që shumë mirë kemi kalu, edhe atmosfera s'na ka mungu, besoj që kam ju pëlqy emisioni, si çdo emision tjetër, edhe dha Zoti që takohemi në raste tjera, edhe ta kallimin e ma shumë. Dhe kallimin e ma shumë, po shikues. Dhe kallimin e depjasim hasmin. Hasmin. Shikues, pa Moninin, Skotin, Garofale, produktit italiane, pa Argo Grupin me pjeci, Tepelenën, Santalin, pa Janën që më ka regullu, pa Ciao Berton, pa Cakin, pa juve shikues, dhe pa arditin, ky emision nuk do t'ishte i mundur. Kështu që, falimderit nga zemra, që na erdhe, na këndove. Ka artistë shumë që hezitojnë me këndu, ti ke kënaqë shikuesit sot. Falimderit shumë. Po hajde diçka gjallë, edhe po shkojmë dhe pajmë kafe. Po ka një tursko dhe pejmë kështu ka një tursko të mirë, se e kina me hak. Me hak, e kena meritu shikues. Dhe qysh mas mirë ti me përfundu, këta e konvertojmë pre bjendinës e bojmë mojze shkane me sytë e zi, e me buz moj si qerëshi, e ja belin të ta maroj zemërot. Ciao! Kafe, ha? Direkt.